Stelina, Mateo dhe Erik të qëndronit përballë divanit me shpinë nga video wall. Okej. Përpara se të thras Zarfi në studio, doja të dija nga të gjithë ju në fakt. Stenaldo, këdo doje të linte shtëpinë? Kam thënë unë, Kesi të dal nga shtëpia dhe mos dal më në televizor. Mali. Ina, për shkak të fjalorit shumë dol që ka përdorur këtu. Juela. Ina. Artan. Ina. Ina. Miri. Brikena. Ina. Një sekond, Brikena se nuk e dëgjova, më fal. Ina. Krist. Të bësh për çdo të herë atë gjë që për herë të parë kërkove falje, tregon vërtet se kush je, Ina patjetër. Angelo. 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 Kesin. Greta. Ina. Ina. Stelina. Më fal? Ina. Okej, Lorna. Për shtyjet me kërim afër, Mateon, sorry. Dhe? Ina. Okej, Aleksandra. Presim Zarfi në studio. Atëre, Zarfi që do të lexoj është i kuq, si fustani i Inës. Kush më thot çfarë ndodh me zarfet e kuqe? Ka dhe mundësi tjetër. Ka dhe mundësi dhe rrezik. Zarfet e kuqe kanë vetëm emrat e atyre që shpëtojnë, pra që vazhdojnë garën. Okay. Dhe kam 2. Publiku ka vendosur që mund të vazhdoj garën mes Mateos, Kesit, Inës dhe Erikut. Që ka vështirë tu. Ina. Kuri me Ina ka ngelur 3 djem, do të shpëtoj vetëm njërin prej tyre. Mes 2 të tjerëve do të zbulojmë se kush largohet. Publiku ka vendosur që vazhdon qëndrimi në shtëpi edhe Casey. Uri me Case. Çuna do të kthehen tek ju pas pak. Më mbyllni lidhjen me shtëpinë, vetëm pas pak do të kemi mundësinë të zbulojmë se kush do të lërë shtëpinë mes Mateos dhe Erikut. Sikundër vetëm pas pak do t'ju them që tani që do të ketë një televotim të dytë dhe një tjetër të larguar brenda natës, si edhe zinxhiri i famshëm i shpëtimit që ndodh për herë të parë sonte. Qëndroni me ne, mos i largoni nga Top 10.